Një djalë i ri që bën sabër në kohë sprovash si kur sot, e ruan dinë, e ruan moralin, edhe një vajzë, këta kanë status të posaçëm tek Allahu te barekote. A dini çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allahu i çuditet. Kuptim që i takon Allahu te barekote, jo kuptim çudit habis sikur sot ana. Po Allahu xhella xhella don atë kuptim që shkret takon atij. E ka kuptimet edhe që Allahu është me vërtet i kënaqur nga një djalë i ri, po dhe vajzë e re, lejse lahu sabwa, i cili nuk ka anim, ka epshi, po ka sabër. Sabër. Sabër edhe kur për shkak të jap mundësia me keq përdor pasojë caktuar. Sabër. Dora don me ecë përpara, nefsi epshi e shtyn me marr kalkulime të caktuara që mund të më fitu shumë. Ja, sabër. Unë kam frikë Allahun xhelalu ala. Sabër. Dhe nuk ke mundësi mu largu nga asnjë ndaluar pa sabër. Njerëz për shkak që do me lënë duhanin, hoqë kom provu 2-3 herë pas po moj. Unë s'po them që e ki lehti, veçanë dikush që ka pikë kohë të gjatë, ama don sabër. Sabër pak disa ditë merr fund e punë, bëhet e harruar. Ama pa sabër. Edhe çfarë sabri, çfarë tha Allah? Wa ma sabruka illa billah. Kur sabri është për hir të Allahut, let të këllën punët. Let. Andaj, sabri në fushën e të ndaluarave. S'mund më largu. Të duhet ky furnizim i rëndësishëm për më largu nga veprat ndaluara, duhet sabër.